Një ëndër që bëhet realitet, me këto fjale ka përkufizuar inaugurimin e xhamisë së Plumbit, muftiu i Shkodrës, Imam Muhamet Sytari. Ky objekt kulti është inauguruar gjatë ditës së sotme, me prezencën e personaliteteve dhe ambasadorit turk në Tiranë. Për kreun e Bashkisë së Shkodrës Benet Beci, restaurimi i plot i xhamisë së Plumbit është një moment që na bën krenar të gjithëve, pasi i kthen dinjitetin këtij objekti, kulti unik në të gjithë Ballkanin. Ambasadori turk në Shqipëri Tayyar Kagan Atay, në fjalën e tij jo vetëm që e vlerësoi investimin e bërë nga qeveria turke, por edhe restaurimin e plotë të këtij objekti kulti që vjen si bashkëpunim mes dy qeverive, asaj turke dhe qeverisë shqiptare. Xhamia e Plumbit është një nga monumentet më të rëndësishme të arkitekturës osmane në Shqipëri, e ndodhur pranë hyrjes së Kalas së Rozafës, në një pikë të veçantë ku përplasen historia dhe natyra. Kjo xhami është simboli i identitetit kulturor të Shkodrës. E ndërtuar në vitin 1773, ajo mori emrin Xhamia e Plumbit për shkak të mbulesës së saj me plumb, një element unik që i ka dhënë rezistencë dhe jeshi. Struktura është ndërtuar sipas stilit klasik osman, me kupol qendrore, 4 kupola më të vogla dhe një minare elegante, ndërsa ambienti përreth pasqyron qetësi dhe madhështi historike. Pas dëmeve të përsëritura nga përmbytjet e koha, ajo u restaurua fal bashkëpunimit të qeverisë turke dhe qeverisë shqiptare, e tani më qëndron më e bukur se kurrë, si një dëshmi e gjallë e bashkëtesës fetare, trashëgimisë kulturore dhe rezistencës së Shkodrës përballë kohës.